Habit mjeku, mbani aloe vera në shtëpi dhe nuk do të vuani kurrë nga këto sëmundje. Gjethet e kësaj bime i ndajmë në gjysmë sipas gjatësisë. Sigurohuni që t'i keni hequr cipën nga gjethet, pasi cipa e jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirrni xhelin që përmban aloe vera, duke përdorur një lugë ose një thikë. Pjesën e xhelit që keni përfituar mund ta vendosni në mikser dhe ta punoni derisa të merrni lëngun e aloe verës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe më pas të filtroni lëngun dhe është gati për konsum. Duke i shtuar gjithashtu edhe produkte të ndryshme, ajo mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të organizmit, si dhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Nëse doni të merrni përfitime të aloe verës në përditshmërinë e dietës suaj, këto janë disa nga vlerat kryesore të saj. Aloe vera është e pasur me antioksidant. Te lëngu i aloe verës mund të gjeni një sër antioksidantësh të fuqishëm, të cilat do të ndihmojnë trupin në luftën kundër radikaleve të lira, shenjave të plakjes, si dhe disa komplikacioneve të tjera. Sigurohuni që këtë bimë ta përdorni në vazhdimsi të dietës suaj dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Aloe vera gjithashtu do të mbështesë më mirë sistemin tuaj tretës. Aloe vera do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Ajo ndihmon stomakun të bëjë punën e saj më mirë, të garantojë një fluks normal të tij dhe të përmirësojë gjithashtu edhe aparatin tuaj tretës, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Një ndihmë të madhe jep aloe vera edhe fal ushqyesve dhe vitaminave të shumta që ajo përmban. Aloe vera cilësohet si një nga bimët më fitimprurse për shëndetin, dhe si e tillë do të ndikojë pozitivisht edhe fal vitaminave dhe ushqyesve. Lëngu i aloe verës do të përmbajë sasi të larta të vitaminës A, vitaminës C, magnezit dhe të kaliumit, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore, si dhe në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit. Aloe vera do të mbrojë sistemin tuaj imunitar. Imuniteti është i mirë me përfitimet që jep lëngu i aloe verës. Kjo fal antioksidantëve dhe niveleve të larta të vitaminës C. Shëndeti juaj dentar do të përmirësohet fal konsumit të aloe verës. Pirja e lëngut të aloe verës ka një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin tuaj dentar. Bima përmban substanca të fuqishme që quhen acemanen, e cila ndihmon në forcimin e shëndetit tuaj dentar dhe jo vetëm. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë për shëndetin tuaj të lëkurës dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet e saj. Nëse konsumoni lëngun aloe verës, atëherë do të keni edhe një lëkurë më të shëndetshme, sepse lëngu ndihmon edhe në heqjen e thatësisë dhe largon gjithashtu irritimet në zona të ndryshme të lëkurës. Përdoreni këtë bimë në këtë formë dhe përfitimet që do të merrni do të jenë të mahnitshme në shëndetin tuaj. Nga djegjet e diellit e pickimet e insekteve, xheli aloe verës është një produkt fantastik ushqyes për organizmin tuaj në tërësi, dhe si i tillë mund të konsumohet në format e tij natyrale për të përmirësuar shëndetin për të evituar komplikacionet. Por a e dini se kjo bimë e fuqishme ka edhe përfitime të mira për shëndetin? Lëngu i aloe verës rezulton të jetë një mënyrë shumë efektive për të përmirësuar organizmin tuaj, dhe si e tillë do t'jap gjithashtu përfitime të duhura në rigjenerim të shëndetit, lehtësim të komplikacioneve dhe në nxitje më të mirë të imunitetit. Para se të shtoni në listën tuaj të blerjeve, është mirë të dini se ekzistojnë 2 lloje kryesore të lëngut të aloe verës. Zgjidhni gjithmonë lëngun tuaj, i cili është i dizajnuar për të përdorur edhe në formën e tij natyrale, dhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë vërtet fantastike. Në këtë video, sipas Health.com, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i aloe verës. Aloe vera është e pasur me vitamina dhe minerale. Aloe vera përmban një sër vitaminash dhe mineralesh të cilat veprojnë si antioksidant.
Përfshirë këtu vitaminën C, vitaminën A, vitaminën E, të cilat do të luajnë një rol të mirë parandalues për organizmin dhe do të evitojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Sigurohuni që këtë bimë ta keni pjesë prezente të dietave tuaja dhe në fund rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe në luftën kundër komplikacioneve. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të ndikojë shumë në pozitivitetin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse e shtoni atë me kujdes në dietën tuaj ditore, rezultatet që do të merrni do të jenë të mira fal mineraleve që ajo ofron. Aloe vera do ju ndihmojë gjithashtu edhe në luftën kundër problemeve të kapslëkut, për shkak të efekteve të saj laksative. Lëngu i aloe verës do të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj të stomakut dhe do të përmirësojë kështu lëvizjet tuaja të zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si një zgjidhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsult me mjekun tuaj. Filloni atë me doza të vogla dhe zgjidhni gjithmonë doza të cilat ju përshtaten me shëndetin tuaj. Në këtë mënyrë, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe lehtësuese në betejën kundër komplikacioneve të tretjes. Aloe vera ndihmon gjithashtu shëndetin tuaj të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkaktari kryesor i akneve. Duke ndihmuar kështu në hidratimin nga brenda të organizmit, aloe vera do të shndrohet në një produkt fantastik në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Aloe vera mund të ndihmojë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkaktari kryesor i akneve dhe hidratimi i dur mund të bëhet përmes lëngut të aloe verës që mund të përmirësojë kështu shëndetin tuaj të lëkurës dhe ta bëjë atë më të shëndritshme. Aloe vera përmban ekstrakte të cilat mund të ndikojnë në stabilitetin më të mirë të luhatjeve të sheqerit brenda disa javëve, por gjithmonë duhet të tregoni kujdes të shtuar dhe ta përdorni atë vetëm në mbikëqyrjen e një mjeku. Aloe vera ka veti shumë të mira antiinflamatore. Vitamina C, vitamina E, vitaminat të cilat gjenden te aloe vera do të funksionojnë gjithashtu si antioksidant të rëndësishëm për shëndetin dhe të mbajnë larg edhe komplikacionet e tij. Gjithashtu ato do të luftojnë problemin e radikaleve të lira, të cilat do vinë nga ndotja, duhani dhe alkooli, citon Silverman. Nëse trupi juaj është dëmtuar nga stresi oksidativ, antioksidantët të aloe vera do të ndihmojnë dukshëm në rigjenerimin e tij dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, nëse doni që kjo bimë t'i japë përfitimet e duhura në dobi të shëndetit, përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të keni do të jenë vërtet fantastike. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë ndryshime të plota në mbrojtjen e shëndetit dhe të evitojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, një ndihmë e tillë mund të merret me përdorimin adekuat të kësaj bime. Aloe vera mund të ndihmojë kundër urthit dhe refluksit. Një studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës ndihmon në lehtësimin e simptomave të refluksit të acidit te personat që vuajnë nga këto çrregullime. Ajo mund të përmirësojë gjithashtu shëndetin kardiovaskular. Një studim i vitit 2024 sugjeroi se personat që pinë lëngun aloe verës të pasuruar me përbërës natyral të xhelit patën një ulje të ndjeshme të trigliceridëve pas vakteve. Edhe pse rezultatet janë premtuese, gjithmonë duhet ta përdorni atë në mbikëqyrjen e një eksperti. Por kush duhet të shmangë përdorimin e aloe verës? Gratë shtatzana pasi mund të nxjisë kontraktimet e tyre, nënat që ushqejnë fëmijën me gjip për shkak të efekteve laksative, personat me probleme gastrointestinale dhe sindrom të irrituar dhe sëmundjen e kronit sepse mund të përkeçojë simptomat. Nëse doni ta përdorni atë si ushqim përpara përdorimit, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gjithashtu komplikacionet. Aloe vera mund të përdoret si deodorant natyral. Vaji i aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj mund ta përdorni atë si një deodorant natyral edhe për të larguar aromat te kyçia. Për më tepër, vaji përmban edhe elementë të cilët mbajnë nën kontroll djersitjen, të cilët mund ta aplikohen në zona të ndryshme të lëkurës ku keni erë të keqe dhe të evitoni këtë komplikacion.
Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.